keni informacion për certifikuat e uraniumit për këto listerin e këtyre se... Duhet vazhdo të ishte sa ishte ajo kuota 23%. Fakti kur këta rritën i fije, i bëri të dëshote. Tani unë duhet kapëm me atë tjetërn. Nëse kanë thonë se njohim Izraelin është e drejtë e tyre e plot dhe çdo shtetit në drejtën ndërkombëtare të njohin. Por retorika kur i thu të zhduk nga faqja dhe ti jep mundësi atij shtetit sulmoj. Nuk duhet kjo retorik prej një drejtuesit. Pastaj janë dhe financuesit e 3 hëve që quhen. Hezbollah, Hamas dhe Houthi. Financues terrorizëm. Nejse, ato... Si jo nejse, po të gjithë... Koka oktapodit të Teherani, 3 zgjatimet që është terrorist Hezbollah. Hamasi mund të punojë që qëllimtare, por Hezbollah ato ja vëjnë me dobësu Izraelin, ajo është pjesë e po çliroi Libanin nga pushtimi izraelit. Iku ajo, tani ç'a çliron. Po vazhdon akoma vazhdon me Izraelin, ka Izraeli pushtuar Libanin, pjesën e jugut. Tani ka Izraeli. Po vazhdon akoma të mbajë territorin. Po mëse nuk është organizat çlirimtare Hezbollah, s'ka qenë asnjë organizat çlirimtare. Çlirimtare më ka qenë se nisi për luftë për çliruar nga pushtimi izraelit. Ka pasur çlirimin e Palestinës, po. Por çlirimin e Libanit u krijuar për çlirimin e Libanit në 82-shin, u krijuar për çlirimin e Libanit, pasi Izraeli pushtoi Libanin, se nuk është krijuar më përpara. Pas pushtimit u krijuar. Në thelb është organizat terrorist. Po më gjë terrorin që bëri më. Në 200 balistat amerikanë në Liban. Pushtueshin si që ata? Që u vranë nga Hezbollah? Ishin pushtues? Kush tha që u vranë nga Hezbollah? Po Hezbollah kush ka vrarë tjetër? Kush ka vrarë tjetër? Nga që thoni juve, nga që thot Izraeli. Unë të besoj Hezbollah, mos besoj Amerikanët, mos besoj Izraelitët. Unë Amerikanët nuk ngulin këmbë që ka vrarë Hezbollah. Është vetëm Izraeli që ngul këmbë Hezbollah. Tash po ndryshojmë edhe realitetin në këtë pikë. Jo, nuk po ndryshojmë realitetin. Realitetin hajde me shohim. Jo ti. Po kush të doj, le ty në faqen zyrtare të Departamentit të Shtetit dhe le të shohë organizata terroriste. Nga 12 organizata terroriste, Hezbollah, Hamas dhe Houthit nuk janë atë, janë vënë tashmë pas 2023-shit, deri para 2023-shit nuk ekzistonin ato si organizata terroriste. As Hamasi nuk është në thelb organizat çlirimtare sepse thotë kanë për qëllim të shkatërrojë Izraelin. Jo more shtetin e Izraelit, se shteti i Izraelit ka për qëllim të shkatërrojë të përzëjë palestinezët i vrasë, po bën genocid. Çdo shtet që bën genocid duhet zhduket, më është normal, shumë e thjeshtë. 2005 kur iku Izraeli nga Gaza, ja la Gazën palestinezëve. Çfarë bën ata? Bën një organizatë që kishte për qëllim të shkatërronte Izraelin. Po se bën 2005 në organizatën, mos i ngataro gjë. Po 2007 edhe pushtet. Atëherë ti besoj 2005 në organizatën, 2007 erdhi me zgjedhje, erdhi me zgjedhje. Super Cili është qëllimi i Hamasit? Besoj ma mota pas. Çlirimi i territoreve. Çlirimi i territoreve si bëhet, duke shtuar Izraelin. Po absolutisht. Po si bëhet çlirimi i territorit, po si mund ta shtirojmë territorin në kufi me Shqipërinë, do kishte një organizatë thoshte unë kam për qëllim të zhduk juve. Çfarë do bëhet? Po more edhe neve kishim për qëllim ta zhdukim Serbinë more për të marrë territorin që na ka pushtuar. E njëjta gjë, çfarë do të thënë kjo? Jemi terroristë? Nuk është e njëjta situatë. Si është e njëjta situatë? Po të njëjtën luftë, Serbia ka pushtuar territorin, luftuan për ta zhdukur Serbinë. Në 2005 Izraeli iku nga Gaza. Serbinë dhe vazhdoi të jem asaj që Serbia nuk duhet të ekzistojë, duhet të zhduket, se është shtet genocidial. Çdo shtet genocidial duhet të zhduket. Ja dorë palestinezën në 2005 në Gaza. Mahmoud Abbas, presidenti i Palestinës, para pak kohësh i tha me gjuhë tashpër Hamasit, mos bë veprime. Ai është kolaboracionist më burrë, po na thot kolaboracionist. Edhe më më do të është kolaboracionist. Po tani ka votu populli. Është kolaboracionist, s'ka votuar ai që 10 vjet s'ka asnjë votim në Bregun Perëndimor.